Është koha intervistës së ditës, mbetemi akoma tek tema aktuale e sistemit Safe City, të gjitha dilemat që kanë qytetarët, do t'i diskutojmë sot me ndihmës ministrin e punëve të brendshme, zotërin Muhamet Ismaili. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit. Zotëri Ismaili, fillimisht do të nisim bisedën me këtë lajmin që pak më parë e dëgjuam, ka të bëjë me një nismë të qytetarëve që e kanë kontestuar në gjykatën kushtetuese sistemin Safe City. Çka nëse gjykata kushtetuese vendos në favor të kësaj nisme? Kuptohet se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentojnë dhe të zbatohen pavarësisht se çfarë do të jenë, mirë po dua të theksoj se kur janë përpiluar ndryshimet ligjore për këtë projekt, janë konsultuar profesorët të LMI-s dhe besoj se nuk do të ketë asnjë problem në këtë drejtim. Zoti Ismaili, edhe pse kjo periudhë është vetëm paralajmëruese, ashtu siç kemi njoftuar qytetarët, pra nga 1 janari do të fillojë zbatimi i plot i sistemit. Megjithatë, kishte zëra se mund të prolongohet edhe për 1 muaj. Ka gjasa që funksionimi i plot apo nisja e zbatimit të gjobave të fillojë nga 1 shkurti? Mund të them lirisht se data kur po planifikojmë që të startoj sistemi ashtu si që kemi paramenduar, do jetë 1 shkurti, për shkak se po vlerësojmë në ministri se 1 janari nuk është kohë e mjaftueshme për t'i parë gjitha vërejtjet dhe gjitha defektet dhe për t'i anashkaluar ata. Pra është prolonguar edhe për 1 muaj? Po, mund të them, po. Periudha e testimit? Po. Zoti Ismaili, është vërejtur një numrit të shkeljeve në komunikacion që prej kur nisi të praktikohet, të testohet ky sistem? Unë mund lirshëm të them se edhe vetë qytetarët mund të vërejnë se këto 4, respektivisht 5 ditë që kur ka filluar testimi i sistemit, po vërejet edhe me sy se pjesëmarrësit në komunikacion janë më të kujdesshëm, po pozisin më ngadalë dhe po ndalen në semafor të kuq. Të dhënat që ne i kemi për momentin, edhe pse nuk mund të them se janë 100% të sakta për shkak se sistemi akoma nuk është plotësisht funksional dhe nuk mund të na jep të dhëna 100% sakta, po nga ato që dalin nga sistemi janë se për çdo ditë ka rënje drastike të numrit të shkeljasve. Çfarë thonë statistikat për shkak se në ditën e parë kishim mbi 100.000 shkelje, vetëm për 24 orët e fundit. Pastaj ditën e dytë kishim rënje të këtyre numrave. Keni statistika ndonjë të dhënë konkrete prej periudhës për këtë javë që shkoi? Për periudhës së parë? Po e përsëris, do me thënë, sot është data 5, janë 4 ditë të cilat i kemi testuar, dhe nëse në ditën e parë kanë qenë mbi 110.000 shkelje, vetëm në qytetin e Shkupit, sot mund të themi se janë më pak se gjysma e kësaj. Do me thënë, ka rënje drastike në më tepër se 50%. Dhe po vlerësoj se kështu si që është deri sot sistemi i vënë në testim, akoma nuk regjistron gjithçka nga shkeljet dhe nga kundërvaqjet që i bëjnë pjesëmarrësit në komunikacion. Megjithatë, numri vazhdon të jetë shumë i lartë dhe jam i sigurt që deri në zbatimin e plot dhe në vënien funksion komplet të ligjit dhe të sistemit do të ulet në mënyrë drastike. Pra ju po shpresoni se përderisa kemi ulje në periudhën kur është paralajmëruese, sigurisht se do të ketë ulje edhe kur të nisë shqiptimi i gjobave. Shumë saktë. Zoti Ismaili, ajo që është aktuale reagimeve të qytetarëve ka të bëjë me shpejtësinë që janë regjistruar duke shkelur ligjin apo ndalesën, konkretisht vetëm 1 kilometër mbi atë të lejuarën. Nëse është në zonë 50 kilometër, janë kapur shumë qytetarë në 51 kilometër duke vozitur. Dhe këtu është dilema se a do të ketë tolerime nga sistemi, nga Ministria e Brendshme për qytetarët. A do të ndiqen praktikat evropiane me marsh të gabimit deri 10% nëse s'gabon kanë vendet evropiane. Pra po flasim për periudhën pas 1 shkurtit kur nisë shqiptimi i gjobave. Do të para se t'i përmendim praktikat evropiane, më duhet të them se shpejtësia maksimale në vend banim në vendin tonë është 50 km/h. Dhe jo as 52, as 54. Me thënë, duhet mësojmë një herë për gjithmonë. Në qoftë se është
shpejtësia maksimale 50 duhet të jetë 50 dhe jo 51, 53 ose 54. Megjithatë, duke ndjekur praktikat e shteteve tjera, tek të cilat te disa shtete ka tolerim, te disa nuk ka tolerim. Edhe ai tolerim bëhet dikun me përqindje, dikun bëhet me numër të kilometrave shtesë, dhe unë besoj, jam i bindur se do ketë një tolerancë shkeljeje, po sa do jetë ajo saktë, si do rregullohet, do shohim deri në fund të test periudhës kur të fillon zbatimi i plot. Pra për disa vendbanime, vetëm në disa rrugë të caktuara, sigurisht bëhet fjalë për për të ato ku gjitha ka do jetë. vendbanime, apo do të jetë për të gjithë tolerimi? Për të gjitha. Edhe për autostrada, apo Për të gjitha, do ketë prag tolerancë. Shpresoj që do ketë. sa do të jetë, apo nuk e keni diskutuar? Ende jemi duke parë se si do dalin rezultatet nga test periudha, cilat janë përvojat, si do jetë më mirë për qytetarët, dhe ashtu do të jetë. Zoti Ismaili, çfarë ndodh në rastet kur qytetarët në komunikacion, në qarkullim ndezin 4 dritat sinjalizuese për raste urgjente? Përdorin shpejtësi, shpejtojnë për diku, sigurisht qoftë për në spitale, qoftë për rastet emergjente, siç thash. Çfarë ndodh me ato raste? Po ne të gjithë shpejtojmë për diku. Zakonisht të gjithë ka raste policia të tilla shpejtojmë tepër. Mirë, po dhezja e sinjaleve nuk do të thotë se të lejon që të përjashtosh rregullat e komunikacionit. Kuptohet se qytetarët të cilët kanë emergjencë, pastaj në procedura më pas mund atë të njëjtën ta provojnë me prova dhe do jenë të liruar. Mirë, po kjo nuk do të thotë se automatikisht në qoftë se nguteni keni një rast urgjent dhe sistemi do t'ju largojë nga dënimi. Faktikisht dënimi do i vijë, po megjithatë a ka mekanizma? Do kontestohet dhe më pas në qoftë se qytetari e provon se ka pas rast i cili e justifikon shpejtësinë, sigurisht se instancat e shkallës së dytë, kushtimisht thonë, do e marrin parasysh dhe lirojnë. Pra jo keni mekanizme për të ndjekur vërtetësinë e atij rasti. Patjetër. Po veturat që mbeten në rrugë, që edhe ata që pengojnë qarkullimin e lirë të komunikacionit. Tek të gjitha rastet vlen e njëjta rregull. Do me thonë, sistemi si i tillë është i bërë me parametra që t'i zbaton normat ligjore. Të gjitha përjashtimet më pas duhet të provohen nga pala, nga qytetari, dhe në qoftë se justifikon sjelljen e tillë do të lirohen, në qoftë se jo. Pra po e themi kështu, nëse një qytetar ka rast urgjent dhe niset për themi në qendrën klinike dhe kapet në disa, për shkak se ka disa pika ku Safe City kapet në disa pika duke lëvizur me shpejtësi mbi atë të lejuarën, ai qytetar duhet menjëherë të paraqitet në stacion policor? Jo. Ta shpjegojmë për qytetarët. Po, me siguri. Do me thonë, jo vetëm për atë qytetar, po për secilin qytetar, të cili do t'i vjen porosi dhe mail se ka bërë një shkelje kundërvajtje në komunikacion. Në qoftë se nuk pajtohet me vendimin, ka të drejtë ta konteston. Në këtë procedurë të kontestimit, në qoftë se njëti ka argumente dhe prova se e ka pas të arsyeshme, atëherë do ta para organit kompetent do ta provon të njëjtën dhe mund të lirohet. Po megjithatë ai duhet të paguajë gjobën apo nuk duhet të paguajë gjobën fillimisht? Jo. Fillimisht duhet të ankohet një herë. Ashtu. Pra gjithmonë kemi me kushtetut të drejtën e shkallës së dytë, domethënë gjithmonë. Pra kjo nuk bën përjashtim qoftë për atë që ka shkelur shpejtësinë, qoftë për atë që është në shpejtësi urgjente, me raste emergjente. Për gjithë secilin qytetar i cili vlerëson se nuk e ka bërë atë shkelje ose e ka bërë mirë, po ka pas një arsye e cila sipas tij justifikon sjelljen e tij, ka të drejtë që në shkallë të dytë të ankimon dhe të provon se nuk duhet të dënohet. Zoti Ismaili, jemi në prag të festave të fundvitit, periudhë kur edhe mërgjimtarët vinë në Maqedoni për të kaluar pushimet në familjet e tyre, dhe sigurisht ata që na ndjekin tash ju intereson se si do të veprohet me mërgjimtarët apo me qytetarët shtetasit e huaj që vinë në Maqedoni dhe që bëjnë shkelje, qoftë edhe ata nga Kosova, nga Serbia, nga vendet fqinje. Sistemi i ri i Safe City tani me ndryshimet ligjore, veprimet kundër vajtëse dhe të tjerat i bazon në bazë të regjistrimit të veturës dhe jo në bazë të ngasësit, që do të thotë çdo veturë që ka targa të huaja do jetë nënshtruar një procedurë të veçantë, për shkak se nuk kemi të dhëna të mbledhura për ata sikur që kemi për shtetasit tanë dhe nuk mund t'i dërgojmë një mesazh ose një email. Mirë, po duke ndjekur praktikat e shteteve tjera që kanë të implementuara këto sisteme,
veturat me targa të huaja të pa marrë parasysh a janë nga shtetas tanë apo të huaj duke i ngartë njëjtat, do kenë në pikat kufitare në hyrje dalje evidencë dhe të njëjtit në dalje, nëse jo atër në hyrje duhet të paguajnë dënimin, por ndryshe do jenë të barabartë para ligjit me shtetasit tanë në drejtimin e të drejtave dhe obligimeve. Pra dënimet do të jenë të njëjta dhe të njëjtit do kenë të drejtë që nëse paguajnë afat prej 8 ditësh të kenë lirim prej 50%. Pra as të huajt nuk mund të shpëtojnë kamerave të policisë. Jo, absolutisht. Zoti Ismaili, në rrjetet sociale qarkullojnë foto të makinave që tentojnë të manipulojnë sistemin duke shlyer tabelat, duke mbuluar tabelat. Sigurisht si polici jeni të njoftuar dhe keni mekanizma për të parandaluar ose për të ndjekur të njëjtat. Çfarë mekanizma në këtë rast përdor policia për të gjobitur ata persona? Shifni manipulues të sistemeve dhe personat të cilët tentojnë të hikin ligjit, ka pasur gjithmonë dhe do të ketë edhe në të ardhmen. Po sigurisht se Ministria për Punë Brendshme ka mekanizma adekuat për të gjetur të njëjtit dhe për të sankcionuar në bazë të ligjit. Do me thënë edhe nëpërmjet teknologjisë digjitale, kamerave, por edhe nëpërmjet rrugëve operative, çdo shkelës dhe çdo person i cili do të tentojë që të hik ligjit ose të bëjë manipulime në sistem, do të jetë përgjegjësi. Pra nuk ka shans askush që kjo është një mesazh për qytetarët që mos binë prej manipulimeve të disa personave që tentojnë të bëjnë veprime të këtilla. Absolutisht, mua më nevojitet nëse më lejoni vetëm një fjali të shtoj në lidhje me sistemin Safe City, duhet të përcjell një mesazh tek secili qytetar. Bëhet fjalë për një sistem i cili është menduar që më herët, disa nga pajisjet që janë blerë para disa vitesh, mirë po asnjëherë nuk ka pasur dikush guxim që ta kompletoj dhe ta vendosë në përdorim. Ndërkohë që tani një vit e sa Ministria për Punë Brendshme po e përgatit dhe tani jemi në fazën finale duke bërë provën gjenerale për ta lëshuar në përdorim. Qëllimi dhe ideja e vetme e këtij sistemit është që të krijojmë sadopak kushte normale në trafik tek ne, që të ngjasim një shtetin normal, një shtetit perëndimor ku pretendojmë të shkojmë dhe mund të them me bindje të plot se koha e anarkisë ose kaosit në trafik ka mbaruar. Tani është faza kaluese në një periudhë kur secili nga ne, kur të vendoset para timonit, do duhet të di se si në shtetet perëndimore dhe këtu duhet ta vendosë rrypin e sigurisë, të mos përdor celular, të vozit aq sa është e lejuar, të mos kalojnë të kuqe dhe të mos bëj vepra tjera kundërvajtëse. Gjithë kjo në drejtim të rritjes së sigurisë në komunikacion, zvoglimit të numrit skajshëm të madh të viktimave dhe të lënduarave në komunikacion. Besoj që numrat i kanë pa qytetarët në disa raste, çdo vit kemi mbi 100 e sa të vdekur dhe rreth 7.000 të lënduar. Pra kjo është qëllimi të ulet. Qëllimi i vetëm është të vendosim qetësi dhe rregull normal në trafik dhe të ulet numri i viktimave dhe i të lënduarve, ndërkohë që sipas meje personalisht arritja më e madhe e sistemit është se do përfundoj koha e intervenimeve për të pas selektivitet që dikush të dënojë dikush jo. Të vetëm gjë që mund ta potencoj është se sistemi këtu nuk bën dallime. Domethënë e keni parë se brenda 2 deri 3 minuta ju vjen mesazh nëse keni bërë ndonjë shkel. Nuk do të ketë më sistem apo funksionim si më parë, kam një shok atje dhe do e marr në telefon. Po nuk ka më shok për shkak se sistemi vet kompjuteri e çon porosin dhe nuk mundet. Në moment kur e merr numrin e regjistrimit dhe landa evidentohet, nuk besoj se do kishte mund dikush që përfundojnë shokët atë. Absolutisht. Zoti Ismaili, përmendet edhe ju edhe disa shkelje, megjithatë në statistikat e deri tanishme të funksionimit një javor të këtij sistemi nuk është vërejtur shkelje që kanë të bëjnë me mos vendosjen e rripit sigurisë dhe përdorimit të telefonit në vetura. Do të parashihen edhe këto shkelje nga një shkurti? Tani siç ju thash, për momentin është fazë testimi. Në këtë fazë testimi ne kemi vendosur 4 shkelje kundërvajtëse dhe ato janë, siç e dini, shpejtësia e kaluar, kalimi në semafor të kuq, vetura të paregjistruar ose që nuk u është vazhduar regjistrimi, edhe parkimi, më falni. Parkimi
pa lejuar në vendet ku nuk është e lejuar parkimi, i cili akoma nuk ka ardhur në shprehje për shkak se pjesa dërmuese e kësaj kundërvajtje do bëhet nga veturat mobile të cilat do lëvizin nëpër rrugë dhe do bëjnë regjistrimin e veturave të parkuara. Kështu që në periudhën që tash vijon, do lëshohen edhe këto vetura në përdorim dhe do fillojnë qytetarëve të vinë dënime do ju vinë mesazhe edhe për parkim të pa lejuar. Po flasim edhe një herë për këtë, nga 1 shkurti do të ketë dënime edhe për ata që nuk vendosin rrip sigurisë dhe do përdorin telefon. Ndërkohë sistemi do plotësohet edhe me veprime tjera të kundërligjshme, kundërvajtëse, do ketë edhe për të folur në telefon, edhe për mos vendosjen e rripit të sigurisë, po tash nuk mund të them saktë për cilat dhe nga cila datë do startojnë, për shkak se ende po punohet dhe është jo mirë që të flas me datat sakta dhe me numër saktë të veprimeve, mirë po sigurisht se do plotësohet dhe të gjitha segmentet e sistemit do ndërlidhen mes vete, që në të ardhmen ta kemi një sistem komplementar të plot, i cili do regjistrojë çdo lloj të kundërvajtjes në komunikacion dhe në mënyrë të shpejtë dhe jo selektive, do ja dërgojë qytetarit që ai të përmirësohet në të ardhmen. Ismaili, momentalisht faza testuese funksionon vetëm në kryeqytet dhe në Tetov dhe Kumanov. Kur do të zgjerohet edhe në qytete tjera? Tani për qenë të sinqert, pajisjet janë vendosur në Shkup, Kumanov dhe Tetov dhe në korridorin 10 dhe 8, ndërkohë që mesazhe po marrin vetëm qytetarët e Shkupit dhe ditët në vijim besoj se do fillojnë edhe ata të Tetovës dhe të Kumanovës dhe të 2 korridoreve, 2 autostradave. Dhe nga 1 shkurti duhet në këto 3 qytete dhe këto 2 korridore të fillojë zbatimi i plot. Ndërkohë që brenda vitit 2026, ashtu siç e kemi planifikuar, nëse na del mirë puna deri ka qershori ose gushti duhet të mbulohet gjithë territori i shtetit. Pra vera e ardhshme qershor, korrik, nëse është gjithçka në rregull, çdo qytet, çdo korridor, çdo autostradë, çdo rrugë do jetë mbuluar. Ismaili, falenderoj shumë për kohën që ndatë, ti shpjegoni qytetarëve të gjitha këto detaje që i kishin këto dilema deri tani për sistemin Safe City. Sigurisht ne do të jemi këtu prapë, do të bisedojmë, do t'ju ftojmë kur të ketë nevojë për të sqaruar para qytetarëve për gjitha këto dilema që kanë. Ju falenderoj për ftesën, jemi transparent për gjithçka që intereson qytetarëve dhe duhet përsëris se gjithçka që bëjmë është për të rritur sigurinë e qytetarëve. Sigurinë e rendit publik, sigurinë e komunikacion. Falenderoj shumë për kohën. Shikues të nderuar, ne vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacione të tjera.